Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të ndalemi në pjesën e parë dhe do të diskutojmë për të drejtat e konsumatorit. A garantohen këto të drejta, baza ligjore, nëse ka nevojë të përmirësohet, pra të ketë ndryshime edhe në përqasje të direktivave apo standardeve të Bashkimit Evropian. Sigurisht është një temë e gjerë, kam kënaqësinë që të kem në studio për të diskutuar për të Ersida Teliti, pedagoge, drejtoreshe Qendrës Konsumatorit Shqiptar. Përshëndetje, mirë se erdhe, Ersida. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Është gjithmonë kënaqësi tim. Në fakt, morëm le të themi spunto zanafilla për të trajtuar këtë temë, ka qenë dita ndërkombëtare e konsumatorit, 15 marsi. Por duke diskutuar përpara nisjes së transmetimit live, ka kaq shumë çështje që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit, me të drejtat që ka aspekte ligjore, informacione që jo të gjitha pa diskutimi dim. E rëndësishme është të kuptojmë se ku përfundon ajo vija, le të themi, e konsumatorit me të drejtat e biznesit dhe kompetencat e institucioneve për të rregulluar të treg. Motoja e këtij viti cila ka qenë? 15 marsi, njëhet zakonisht si dita ndërkombëtare e drejtave të konsumatorëve, në një historik shumë të shkurtër, në fakt ka nisur në vitin 1962, kur presidenti amerikan John Kennedy deklaroi 4 të drejta përpara Kongresit amerikan, 4 të drejta kryesore të konsumatorëve. Dhe më pas, në politikat e mëtejshme nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por njëkohësisht edhe nga Bashkimi Evropian, u vendos në mënyrë përfundimtare që 15 marsi është dita ndërkombëtare të drejtave të konsumatorëve, një ditë e cila duhet perceptuar jo si festim, por një ditë që duhet perceptuar për të reflektuar në lidhje me të drejtat tona. Çdo vit, sikurse ju e thatë, organizatat në botë, por dhe organizatat në Shqipëri ndjekin të njëjtën frymë, kanë një moto për të drejtat e konsumatorëve. Këtë vit ishte produkte të sigurta, konsumator me besim. Që do të thotë në rast se ne sot do të vendosim në treg produkte të sigurta, do të kemi konsumatorë që do t'i besojnë më shumë tregut. Ishte një arsye për këtë? Në fakt, kjo ka lindur, besoj logjika pas kësaj, lidhet gjithmonë me situatat, realisht, sepse çdo vit ka pasur moto të ndryshme. Më lejo të përmend më herët, për shembull, një vit një moto lidhej kryesisht me antibiotikët dhe rezistencën që u krijua pas një përdorim më të nga antibiotikët tek që kalonte nga kafshët që konsumonte njeriu, pra mishin që konsumonte tek njeriu. Ndërsa këtë vit është produkte të sigurta, sepse realisht lidhet sot me zhvillimet kryesore në botën e teknologjisë dhe të informacionit, ku pjesa më dhe tashmë tregut është vendosur nga një treg fizik ose offline në atë tregun online, ku gjithë njerëzit blejnë online dhe ku niveli i sigurisë nuk është i njëjtë në botë. Pra është një sfidë edhe në ato çfarë paraqitet, pra në këtë kontekst të ri. Fakti që pjesa më e madhe e shërbimeve mund të jenë online, rreziku është më i lartë, është më i madh. Respektohen, nëse flasim për situatën në vendin tonë, respektohen këto drejta dhe sa i informuar është nisur edhe nga roli që ju keni. Sa informuar është qytetari për të drejtat që i takon? Atëherë, konsumatori shqiptar. Kuadri ligjor në Shqipëri, po e nisim nga kjo pyetje dhe nga diskutimi juaj, kuadri ligjor në Shqipëri në fakt përgjithsisht është i mirë në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Dhe nëse do ta krahasojmë me rajonin, kemi pasur ligje për mbrojtjen, ligje specifike në fushën e mbrojtjes së konsumatorit shumë më herët se sa vendet e rajonit. Dhe në ligj mund të themi përgjithsisht përmendim vetëm 2 ligje, por nuk janë vetëm këto të dyja. Më duhet që nëse dikush më ndjek mos ta marrë a priori që janë vetëm të 2 ligje, por si ligjet kryesore është ligji i 9902/2008 për mbrojtjen e konsumatorëve që është ndryshuar, dhe që në fakt ligji i ri për mbrojtjen e konsumatorëve sot që flasim ne është në komisionet parlamentare, sepse po bëhet një ligj plotësisht i ri, ky do të shfuqizohet për shkak parafrimit të legislacionit në Bashkimin Evropian, një ligj që përmban diku tek 5 direktiva dhe një rregullore të re, pra një ligj goxha i bollshëm me shumë nene dhe ndoshta dhe i vështirë për të kuptuar, dhe ligji për ushqimin në mënyrë eksplicite që lidhet për sigurinë ushqimore. Por jo, më duhet ta theksoj për të mos ngatruar askënd që nuk janë vetëm këto 2 ligje në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, se ka ligje të tjera, ka akte nënligjore që rregullojnë paketat e udhëtimit, rregullojnë kredinë konsumatore, akte që rregullojnë për shembull komunikime telefonike dhe postare, akte që lidhen me fluturimet e të tjera. Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve liston të drejtat kryesore të konsumatorëve njësoj sikurse janë në vendet e Bashkimit Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe njëkohësisht në programet e Kombeve të Bashkuara.
përcaktuara. Ka një sër të drejta që fillojnë që nga drejta bazë, që është pikërisht drejta e mbrojtjes së jetës, shëndetit dhe mjedisit. Dhe shpeshherë mund vet në diskutim kjo gjë pse janë lidhur të treja bashkë, por në fakt mbrojtja e mjedisit ose le të themi cënimi i mjedisit, një mjedis jo i sigurt ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës dhe në shëndet. E drejtë tjetër është pikërisht drejta e mbrojtjes së interesave ekonomike. Dhe në fakt, sot, tregu duhet jetë i sigurt. Duhet ketë një konkurencë të drejtë dhe të ndershme, sepse nëse në treg ka produkte të njëllojta dhe të zëvendësueshme, konsumatorët mund të mbrojnë më së miri të drejtat e tij dhe interesat e tij ekonomik. Pse? Për faktin e vetëm, sepse në treg ka produkte dhe konsumatori zgjedh produktin që i përshtatet më mirë mundësisë ekonomike, kushteve që ai kërkon, apo dhe arsyen apo funksionin e produktit apo mallin apo shërbimin që po blen. Një nga drejtat kryesore është e drejta për të kompensuar, e diskutuam pak më herët, ku para se të futeshim në studio, dhe në fakt është një drejtë që njihet të gjithë konsumatorëve dhe nuk ka diferencë në kategorinë e produkteve, mallrave apo shërbimeve. Çdo kush, nëse produkti që ai merr nuk është në konformitet, pra nuk është në konformitet me kriteret e cilësisë apo sigurisë, nuk është në përputhje me kërkesat e konsumatorit, nuk është në përputhje me funksionin e tij ose arsyeën pse është reklamuar nga tregtari, konsumatori ka të drejtë të kompensohet. Apo një faturë që e mbulon në këtë rast tregtari. Mund të rikthehemi pak kësaj sa të them dhe një dy të drejta të rëndësishme, sigurisht është e drejta ankimit dhe mbrojtjes ligjore të konsumatorëve, dhe sot zhvillimet e fundit kërkojnë dhe ne po shkojmë drejt përpjekjeve për të mbrojtur interesa kolektiv të konsumatorëve. Do të thotë në rastin kur kemi disa konsumatorë që kanë të njëjtin problem ose të njëjtin shqetësim, e gjithë çështja mund çohet si një vetme pranë dyerve të institucioneve apo të gjykatës duke mbrojtur. Ka pas nga përvoja jote e gjatë, le të themi, në këtë sektor, ka pas raste të tilla të cilat janë referuar pikërisht në grup? Kjo gjë është bërë nga qendra, nëse më lejon, ose është bërë nga vetë institucionet, por ne sot nuk kemi një ligj që rregullon paditë kolektive. Padia kolektive është tipikisht rasti ku mbrohen interesat kolektive ose siç njihet ndryshe në anglisht class action. Dhe në Shqipëri ne këtë kemi bërë në formatin, për shembull, kur I kemi dërguar një ankesë, një rast tipik është autoritetit të konkurrencës për problematikat me telefonitë celulare, kur ishin pak ditë, më pak se sa një muaj, edhe në raste të tjera. Dhe çfarë bën qendra ose çfarë bën organizatat në rastin kur konstatojmë që disa konsumatorë na vinë të njëjtat ankesa, ose kur vinë nga 2-3 konsumatorë, por në fakt situata është e tillë në treg për shkak të monitorimeve që dhe ne kemi, që mund të mbrohen interesat kolektiv, atëherë këtë ankesë nuk e adresojmë tipikisht për ADën ose për Ersidën, por themi dhe adresojmë për gjithë konsumatorët. Dhe vendimi që në këtë rast me institucioni publik, për shembull, është I tillë që I shtrin efekte të gjithë konsumatorët duke realizuar një mbrojtje të interesave kolektiv të tyre. Tani, meqense jemi edhe ka qenë aktuale çështja e ndikimit të luftës në lindjen e mesme dhe ajo çfarë ndodhi, sepse e pam që pak ditë pas nisjes së konfliktit u reflektua tek tregu hidrokarbureve. Pra, operatorët në treg reaguan dhe pati një, le të themi, shtrenjtim të çmimit të karburanteve në vendin tonë. Ka pasur ankesa pranë zyrës tuaj në këtë drejtim, pra për të pikërisht për këtë fakt? Është interesante sepse ne kemi qenë tek organizatat e para që kanë bërë një postim të tillë, nëse flasim këtu e 4 vjet përpara, kur filloi lufta në Ukrainë, 4 ose 5 vite nëse nuk Po, në 2021-shin, 2022-shin ishin më të prekshme efektet. I prekëm me njëherë efektet. Dhe situata u përsërit po ato ditë. Çfarë I mungon konsumatorëve shqiptar është pikërisht kultura e të ankuarit. Sepse ne kemi këtë tendencën për të ankuar, por ankesat I trajtojmë midis nesh. Dhe nuk I adresojmë pranë institucioneve. Në mënyrë që ankesa të marrë zë dhe të adresohet, duhet të shkohet pranë strukturave përkatëse. Organizata ndodh kjo sepse nuk kanë informacion, ndodh kjo sepse kanë humbur besimin pra duke e thënë këtë, kanë humbur besimin sepse kanë reaguar në një fazë të mëhershme, kanë parë që nuk janë marrë seriozisht, pra ankesa e tyre nuk është adresuar dhe përpasoj se vjen një moment kur edhe qytetari humbet, pra mendon që nuk do të ketë një reagim, nuk do të ketë një qëndrim, nuk do të ketë një penalitet për atë që abuzon, kështu që vendos të qëndrojë në atë zonën e komfortit, dhe mos ankohet apo të mos reagoj. Eksperienca ime në këtë organizat, por dhe si një nga njerëzit, një nga qytetarët që ankohen më shumë,
Edhe për shkak të detyrës. Edhe për shkak të detyrës, por edhe për shkak sepse nëse do vi të jap disa shembuj pozitiv, le themi të vërtetën i kanë provuar vetë jam ankuar. Të gjithë elementët që përmendët ndërthuren me njëri tjetrin. Pra, spari në kategoritë caktuar individësh janë ose nuk janë të informuar. Por edhe me kolegët që bisedojmë, nëse të shohim ankesat që vinë për shembull nga të huajt, ankesat nga të huajt, edhe pse janë shtetas të huajt, le të themi kërkojnë në internet, gjejnë ligjin, gjejnë bazën ligjore dhe kërkojnë të drejtat e tyre. Sepse qendra së fundmi ka pasur ankesa edhe nga qytetarët huaj. Edhe për çfarë ankohen kryesisht? Të dim edhe natyrën e ankesave që kanë të huajt? Një nga rastet, për shembull, ishte një rast ankese, ishte për sepse nuk e lejonte një supermarket që të paguante me kartë në një minimum të caktuar. Ndërkohë që nëse udhtojmë jashtë, ne mund të paguajmë me kartë edhe 20 cent ose 30 cent. Ndërkohë vlera që kërkohej nga supermarketi ishte diku ke 500 lekë, mos gaboj sepse ka supermarkete që nuk të lejojnë 500, 700 ose 1000 lekë të reja. Dhe kjo ankohej sepse këta nuk e kishin informuar paraprakisht që ty nuk të lejohet të bësh këtë pagesë dhe nuk e kishin lejuar të bënte këtë pagesë. Shumë interesante, ndërkohë që ne nuk themi kjo gjë nuk ja vlen të ankohesh, një rast. Një rast tjetër kemi pasur një ankesë për shkak të platformës WhatsApp, sepse WhatsAppi nuk e lejonte që të regjistrohej, donte të dhëna, dhe kjo e huaj ankohej që këto dhëna që kërkonte specifike WhatsAppi, që ishin shumë më shumë se sa dhënat që kërkoshin në shtete të tjera, kishte të bënte me cënim të dhënave personale. Pra, le të themi gjëra që ndoshta ne na duken të çuditshme, jo, janë shumë reale dhe qytetarët ankohen për çdo gjë. Për të rikthyer tek ne, një pjesë e mirë nuk kanë besim tek institucionet, për rrethana nga më të ndryshmet. Unë rekomandoj që besimi tek institucionet nuk kthehet duke diskutuar ndërmjet nesh në mënyrë shoqërore. Besimi tek institucionet kthehet duke trokitur në dyert e institucioneve. Sot kuadri ligjor, jo vetëm për mbrojtjen e konsumatorit, por në tërësi të jep mekanizma nga më të ndryshme. Pra në rast se ti dërgon një ankesë, le të themi institucioni nuk të përgjigjet, ti mund të përdorosh ligjin për të drejtën e informimit. Pra një trik i vogël. E kthen ndryshe. Nëse as ky nuk përgjigjet, ka disa mekanizma. Ti mund të shkosh në gjykatë për ta detyruar institucionin të veprojë. Pra ka disa mekanizma. Dhe në rast se ne nuk adresojmë shqetësimet tek institucionet, institucionet do rrinë në qetësi. Do flenë në gjumë, në gjumë më thjesht. Atëherë, kush do t'i mbrojë të drejtat në rast se ne nuk ankohemi? Përveç punës përditshme që bëjnë institucionet, të gjitha kategoritë institucione në fushën e mbrojtjes konsumatorit, qoftë për produktet ushqimore dhe jo ushqimore, funksionojnë kryesisht mbi bazë risku dhe mbi bazë planifikimesh që ato bëjnë. Ndërkohë që konsumatorët i ndjejnë çdo ditë shqetësimet, që janë nga shqetësimet më minimaliste, tek shqetësimet më të mëdha, që ishte për shembull rasti që përmenda që garancitë për produktet, kryesisht për produktet jo ushqimore, duhet të jenë për produktet elektroshtëpiake dhe të tjera sipas ligjit duhet të jenë minimalisht 2 vite. Ndërkohë që ne sot blejmë produkte elektroshtëpiake që kanë një garanci të cilën tregtari na jep në varësi të vlerës së produktit. Ligji nuk kërkon këtë gjë. Nuk ka diferencë ligji. Është për të gjitha produktet, pra që garancia duhet të jetë 2 vjeçare? Po, dhe kjo është një garanci ligjore. Në rast se konsumatorët shkojnë dhe blejnë produktin, tregtari thotë firmos të garancinë. Po, për produktet caktuara, ndodh kjo, jo për të gjitha. Si rregull, ligji nuk bën diferencë. Pra duhet të ndodhë të gjitha produktet duhet të kenë garanci 2 vite. Por nëse të shkojmë me frymën e Bashkimit Evropian, duhet ta kuptojmë që garancia në fakt është e kushtuar dhe me jetëgjatësinë dhe amortizimin e produktit. Një stirlaps është e qartë që nuk mund ta ketë 2 vite garancinë sepse jetëgjatësia e tij dhe amortizimi është më i shkurtër. Por nëse flasim për produkte që ndikojnë drejt për drejt në ekonominë familjare, produktet elektroshtëpiake, që nga tharëset e flokëve, televizor, frigorifer, pajisje të tjera, duhet ta kenë minimalisht 2 vite garancinë. Në rast se tregtari na jep një garanci mbi 5 vite, mbi 2 vite, që zakonisht shkon deri në 5 vite, që dhe tregtari e ka llogaritur me, për të thënë vërtetën, me kohën e punës së produktit përkatës, atëherë konsumatori është në rregull, është dhe më i mbrojtur. Por nëse garancia është në 2 vite, tërheq vëmendjen gjithë konsumatorëve që edhe nëse kanë firmosur fletën e garancisë, ligji për mbrojtjen e konsumatorit, si një ligj specifik, prevalon ose mbizotron apo ka e përsi mbi kontratën që ato kanë firmosur mbi atë garancinë të fletën e garancisë. Çfarë duhet bëj në rast me qenë se kemi
Do më thënë, jemi përpara një situatë. Mund të jap një rast praktik nga personalisht. Edhe nëse e ka firmosur të garanci. Personalisht kisha bler një hekur, të thjesht hekurosja, me një vlerë minimaliste. Diku ke 7.500 lekë të reja. Pra, ndërkohë që kemi ikur me vlerë shumë të lartë. Hekuri u prish. Fleta e garancisë ishte për një vit dhe ligji parashikon që në rast se këto produkte prishen brenda 6 muajve, barën e provës, pra fakti që produkti është i prishur, e mban drejt për drejt tregtari. Konsumatori nuk duhet provoj asgjë. Dhe tregtari, konsumatori shkon së bashku me produktin. Dhe me fletën e garancisë, do t'ju lutesha që gjithë që truani kuponin ta t'jemor dhe fletën e garancisë, sepse ajo është kontrata që provon marrëdhënien, shkon drejt për drejt tek tregtari dhe i kërkon një zëvendësim e produktit me një produkt tjetër, ose ndrejqjen e produktit pa kosto shtesë, mund t'i kërkoj marrën një produkti të ri, apo zgjidhjen e kontratës dhe kthimin e lekëve mbrapsh. Në rastin konkret, i ktheva këtë produkt, shtova një vlerë të vogël diku ke 2.000 lekë të reja dhe mora sërish një hekur normal për hekurosje. Shiko, kjo mund t'jetë një drejt që e kanë gjithë konsumatorët, edhe ndoshta edhe ata që na dëgjojnë mund t'jenë një pjesë mund t'jenë në kushtet që janë përballur me një gjë të tillë. Tani kjo çështja, kjo praktika që ndiqet, ka pasur dhe mund të ketë raste kur bëhet shumë e lodhshme. Për qytetarin, dhe nga njëherë pikërisht kjo lodhja nuk justifikohet, sepse në fund ditës pra për një produkt me një vlerë të caktuar, ka një praktik që duhet ndiqet, ruajtje kuponi, duhet paraqitet sërish në vendin ku e ke bler produktin, pastaj ndoshta nis një diskutim i gjatë aty që kjo është e drejta ime, fakti që kam nënshkruar për 6 muaj nuk do të thotë që unë nuk kam të drejta për këtë produkt, që në fakt garancinë duhet ta ketë 2 vite kështu me radhë. Është kjo një praktik e lehtë për të kryer, apo qytetarët hasin problematika dhe kjo i bën që të heqin dorë edhe të mos e ndjekin këtë si zgjidhje? Po. Deri diku është zgjidhje ata që përballen me le t'i ndajmë situata të në 3 kategori. Spari kemi një kategori qytetarësh që nuk e din këtë të drejtë fare, dhe në momentin që prishet produkti, u prish produkti, ky produkt nuk bën më për mua dhe e hedhin produktin, nuk e përdorin. Po. Nuk kërkojnë të drejtën e tij. Kategoria e dytë e qytetarëve janë ata të cilët iniciojnë këtë ankesë tek tregtari dhe këtë marrëdhënie tek tregtari drejt për drejt vetë. Dhe këta përgjithsisht ndahen dhe këto në 2 grupe, nëse mund t'i grupojmë sërish. Një pjesë të cilët lodhen dhe tërhiqen dhe pjesa tjetër që ndjekin deri në fund. Ndërkohë që kategoria e tretë janë ata të cilët pasi e kanë ndjekur vetë dhe nuk kanë marrë zgjidhje, i drejtohen strukturave për mbrojtjen e konsumatorit. Në këtë rast mund të shkojë drejt për drejt tek qendra, dhe ne kemi pasur plot raste që qytetarët e kanë nisur, janë lodhur dhe janë adresuar organizatës dhe organizata vetëm me 2 ankesa ja ka dalë që të jap zgjidhje qytetarit. Ose, në rast kër organizata sheh situatën të tillë, e dërgojmë drejt për drejt tek strukturat përgjegjëse që mund të jetë komisioni. Në aspektin ligjor, kjo është e rregulluar për të qenë një praktike thjesht, apo këto janë, pra edhe ligji është pak burokratik i ngarkuar dhe pastaj në momentin e zbatimit hasen këto probleme. Ligji është shumë i qartë. Është shumë i qartë. Ligji është shumë i qartë. Ligji në nivel institucional e diskutoj gjithmonë. Ligji nuk e kërkon domosdoshmërisht që qytetari të ankohet tek tregtari. Por praktika e përgjithshme që rekomandohet nga institucionet publike dhe në rast se çështja shkon në gjykatë, është që fillimisht bëhet kjo ankesa te tregtari. Më pas, sipas ligjit, konsumatori në rast se nuk merr zgjidhje nga tregtari ose zgjidhja që jep tregtari nuk është e kënaqshme, mund të adresojë shqetësimin e tij tek institucionet publike, tek organizatat e mbrojtjes së konsumatorit, ose ke një drejtori që quhet sot Drejtoria e Përgjithshme për zgjidhjen alternative të mosmarrveshjeve, që është një drejtori që funksionon pa Ministrisë së Ekonomisë. Dhe në raste specifike mund edhe të adresojë çështjen tek zyrat për mbrojtjen e konsumatorëve në njësitë e qeverisjes vendore, në ato bashki ku këto zyra ekzistojnë. Thjesht për të lehtësuar marrëdhënien, se pastaj këto nuk në varësi të mosmarrveshjes realisht nuk janë kompetente, këto e adresojnë çështjen, por nga ana tjetër mund t'i lehtësojnë qytetarit që të mos vi të sjellë çështjen në Tiranë, ose nëse nuk e njeh emailin dhe delegimin e çështjes e bën pikërisht kjo zyrë. Pra, unë mendoj që funksionojnë, meqense jemi tek rajonalet, pra tek zyrat rajonale funksionojnë.
siç duhet, edhe çfarë është evidentuar edhe në vlerësimin që ju keni bërë së fundmi? Në fakt, ne në periudhën e fund vitit të 2025-ës, tetor-nëntor, përsëritëm një studim ku vlerësuam, ose le themi morëm informacion nëse janë ngritur zyrat për mbrojtjen e konsumatorit në të 61 bashkitë e vendit. Me ndryshimet që bën ligjit në vitin 2018, si strukturë ku konsumatorët mund të delegojnë ankesat e tyre, por njëkohësisht dhe si strukturë që është detyruar të bëjë një mbrojtje të konsumatorit pavarësisht kompetencave të kufizuara, janë njësitë e qeverisjes vendore. Pra në çdo bashkie duhet të ketë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit. Zyra është perceptuar në forma të ndryshme. Në një studim që kemi bërë ne, kemi vënë re një përmirësim, nëse në vitin 2021, kur është bërë për herë të parë ky studim, kishte vetëm 15 bashki që kishin një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit, pra në një koncept që ka 2-3 nën punës, jo vetëm një. Sot teksa flasim, numri i bashkive që kanë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit me një strukturë të caktuar, sa do të pjesë që tjetë, janë 23 bashki. Pjesa tjetër nuk kanë? Pjesa tjetër, rreth 15 bashki, nëse nuk gabohem, nuk kanë fare strukturë, dhe pjesa tjetër e mbetur e bashkive, duhet jetë diku ke rreth 24 apo 23 janë, 61 bashki janë. Po, 23 bashki kanë një nën punës, i cili ndërmjet shumë funksioneve kryen dhe funksionin e mbrojtjes konsumatorët. Pra kanë bivendosje funksionesh. E kanë vënë për ta qenë në rregull, sepse së shpejti në fakt me procesin e integrimit dhe bashkitë do duhet që të raportojnë dhe të ndihmojnë njësitë institucionet qendrore për të raportuar në fushën e mbrojtjes konsumatorit. Kemi pas progres në raport me 2021, por fakti që kemi ende 15 bashkitë të cilat nuk kanë zyrën e mbrojtjes së konsumatorit, edhe 23 të tjera të cilat ja kanë vënë si funksion një personi që mund të ketë krahas këtij funksioni edhe funksione tjera. Cilat janë këto bashki? Pra, janë bashki të mëdha, nëse mund t'i përmendim 15 bashki të cilat nuk kanë... Tani nuk, për të vërtetën, Ada, tani nuk i mbaj mend emrat, por të dërgoj raportin dhe mund ta diskutojmë një herë tjetër, ndoshta edhe me detaje, se shumë interesant. Ka nga gjitha kategoritë e bashkive. Ka një përmirësim nga bashkitë e mëdha, që kanë shtuar zyrat për mbrojtjen e konsumatorit në raport me 2021, këto e mbaj mend, sepse kishte në 2021 ishte e frikshme situata ku ti kontaktoj kryetar bashkie dhe thonë që bashkit nuk kam pse të kenë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit, sepse kjo është vetëm në kompetencat e njësisë qeverisjes qendrore dhe jo për ne. Por ka 15 bashki ku janë bashki edhe të vogla, dhe në një farë mënyrë kjo mund të justifikohet për shkak buxhetit, por ka dhe bashki të mëdha. Dhe në fakt dhe ndërmjet këtyre bashkive që lëvizin, pra nga 23 dhe plus 23 të tjera, atëherë këto janë bashki që lëvizin shpeshherë, hapin zyrat, kanë pasur një eksperiencë të tillë apo i mbyllin zyrat. Por pavarësisht kësaj, raporti jep më shumë informacione në lidhje me fushatat që kanë bërë, në lidhje me ankesat që kanë marrë, apo në lidhje nëse kanë djeni për integrimin. Qytetarët, edhe kjo stigma për të reaguar, pra kjo lloj stepje, le të themi për të reaguar, është sepse priren që reagimin, ankesën, ta dërgojnë tek institucioni, sepse mendojnë që duke u ankuar aty mund të gjejnë edhe zgjidhjen më lehtë. Duke menduar që kanë mjetet, ka institucionet, pra kanë fuqinë, le të themi pushtetin për ta detyruar. Për ta adresuar si problematik. Dhe ngritja e tyre është domosdoshme edhe për këtë fakt. Pra, për të qenë sa më afër qytetarëve në momentin që ata përballen apo kanë ankesa, qoftë me një produkt, cilësinë e një produkti, qoftë me çmimin apo edhe aspekte tjera që kanë të bëjnë gjithmonë për shembull me konsumatorin. Po, në fakt, kjo ka qenë dhe fryma pse ligji e përfshiu njësitë qeverisjes vendore. Për faktin e vetëm, sepse qeverisja vendore konsiderohet si qeverisja më pranë qytetarëve. Dhe në fakt, të gjitha studimet tona në lidhje me informimin dhe dërgjegjësimin e konsumatorëve, të cilët do ta përsërisim sërish, flasim për qytetarët të Tiranës apo të Durrësit apo të Korçës apo të Shkodrës që janë më të informuar. Por nëse shkojmë përtej këtyre qyteteve, nuk është që janë shumë të informuar në lidhje me të drejtat e tyre, në lidhje me institucionet, dhe jo të gjithë përdorin internetin dhe kanë akses dhe mundësi për të kërkuar institucionet. Dhe vendi ku trokasin për çdo shqetësim që kanë është pikërisht bashkia, si që qeverisja vendore, qeverisja më pranë qytetarëve. Dhe prandaj është perceptuar që vendosja një strukture të tillë pranë bashkisë do të lehtësojë pjesën e informimit, pjesën e ndërgjegjësimit qytetarëve dhe nga ana tjetër për të mbledhur të gjithë ankesat. Dhe këtë rolin që sot po e bëjnë organizatat e bëjnë bashkitë duke adresuar
Me qënë se kanë staf dhe në punës duke adresuar institucioneve qendrore. Duke qënë se jemi në këtë periudhën e pasigurive të mëdha dhe pikpyetjeve të mëdha se çfarë do ndodh edhe me çmimet, për shkak se preket gjithë zinxhiri. Që nga lënda e parë, më pas se transmetohet dhe transferohet. Po, koston finale e mban konsumatori. Duke qënë pra jemi në këtë terren të pasigurt edhe pritet ketë rritje të çmimeve, edhe si rrjedhoi e rritjes së çmimit të karburanteve. Ankesat si kanë qenë gjatë kësaj periudhe dhe duke parë pak me sjelljen e konsumatorit shqiptar, nga ajo çfarë të dhënat që ke. Pra, si është tendenca, kurba e reagimit? Pra, ka pasur një rritje apo ne vjojmë që të lundrojmë letimin në të njëjtat ujëra sa i takon reagimit dhe sjelljes që ka konsumatori? Dhe më thënë, konsumatori shqiptar është dhe nuk është i informuar, është me këtë kulturën e tankuarit, këtë term përdor. Që e diskutuan, por duke parë të shtrirë pak në kohë se si është reagimi. Këtë doja të thoja. Në lidhje me çmimet, fakti që në Shqipëri nuk ka një institucion që monitoron çmimet, në frymën që jemi ekonomi e lirë tregu, krijon pak probleme për konsumatorët dhe këto problemi kemi adresuar gjithmonë pranë institucioneve dhe kur ka qenë periudha e tërmetit që u rritën çmimet e qerave dhe më pas kur u rritën përmendëm luftën në Ukrainë të tjerë. Kështu që konsumatorët shqiptar janë të prirur të pranojnë çmimet. Ankesat kanë vazhduar të jenë të njëjta, kurba në rritje është kryesisht për tregtinë elektronike, sepse ne blejmë kontratat online dhe gjithë produktet që blejmë online, pjesa më e madhe është rekord për këtë gjë. Ka patur një rritje të numrit të ankesave për sa i përket fluturimeve, vonesave, anullimeve të fluturimeve nga kompanitë ndryshme ajrore. Dhe një rritje vazhdon të jetë në rekord, sigurisht pjesa e sigurisë ushqimore gjithmonë është në tryezat tona, dhe pjesa për kompanitë e telefonisë celulare. Pastaj, është shumë interesante që praktikat e padrejta tregtare vazhdojnë të jenë prezente, këto që cënojnë konsumatorët, ose malli që blihet nuk kthehet, ose dyqani është në likuidim, apo ulje, çmimesh deri në këtë. Këto reklamat e padrejta vazhdojnë ende të jenë prezente. Kështu që shfrytëzojmë rastin për të thënë qytetarëve që në fakt ngrihin zërin dhe meqense është lënë evazive, pra është lënë të kuptohet që mund të ketë, megjithëse ndër rreshta që mund të rikthehet bordi i transparencës nëse do të ketë rritje të çmimeve për produktet ushqimore. Është një mekanizëm efektiv dhe një praktik që aplikohet, pra si e konsideron përgjigjen ndaj situatës, por edhe rikthimin e bordit në vetvete? Në atë kohë kemi pasur dy borde, bordin për hidrokarburet dhe bordin për shportën. Realisht, në gjykimin personal duke pasur parasysh dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të kohës. Që e konsideroi antikushtetues? Zgjidhja më e mirë nuk është me borde. Për pjesën e hidrokarbureve e kam thënë 4 vjet më parë dhe vazhdoj ta theksoj, ligji nuk ka ndryshuar, ligji kërkon që të gjithë duhet të kenë rezerva nafte minimalisht për 90 ditë. 3 muaj, që do të thotë për njësoj si në atë kohë dhe sot, çmimet nuk duhet kishin ndryshuar për 3 muaj, sepse prezumohet që personat që ofrojnë këtë lloj shërbimi duhet ta kishin këtë pjesë duhet ta kishin këtë naftë ose këtë pjesë të hidrokarbureve rezervë aty. Dhe gjë që do të thotë që nuk mund të impaktonte rritjen e menjëhershme të çmimit. Kjo është e para. Kurse për sa i përket konceptit të bordit, duke pasur parasysh përbërjen e bordit dhe se sa konsumatori është i përfshirë aty, se sa vendimet që merr bordi shkojnë në favor të konsumatorit apo synojnë të vendosin disa ekuilibra në treg për të mbrojtur sërish interesat e tregtarëve. Ndërkohë që në marrëdhënien konsumator-tregtar pala më fuqishme është tregtari, sepse konsumatori është i detyruar ta bëjë blerjen se do e plotësoj nevojat personale, tregtari del sërish më i pushtetshëm, me qëllimin e tij maksimizim fitimi dhe gjithmonë në dëm të konsumatorit, në kurrizë të konsumatorit. Do vlerësoj që sot shtetet mund gjenin mekanizma të tjerë suporti dhe mbështetje për konsumatorit, ndoshta mekanizma të tjerë suporti dhe mbështetje për tregtarët, deri në momentin që mund vendosim një lloj ekuilibri. Sepse dhe ndryshimet e erëpashershme të çmimeve, impaktin në inflacion dhe gjithë elementet e tjerë, cilat nuk mund t'i analizoj tani, ndikojnë drejt për drejt e konsumatori. Konsumatori fundor është ai në fakt që paguan çdo gjë. Dhe që ekonomia familjare, pastaj kjo ndikon në ekonomi familjare, ndikon në cilësinë e jetës së konsumatorëve që më pas ulet. Pra nuk është
ngritja e bordit apo ringritja e bordit nuk është një zgjidhje efektive, por duhet gjendet mekanizmat të tjerë. Unë në fakt kam rekomanduar gjithmonë tek institucionet në ankesat dhe në shkresat dhe komunikimet që kam pasur, qoftë kur kam dërguar ankesa, një strukturë monitorimit çmimesh, jo në kontekstin që të imponoj çmimet në treg, por që të bëhet një analizë më e thelluar ekonomike, në nivel politikash, monetare apo më lartë, për të kuptuar se si funksionojnë mekanizmat e çmimit, apo rasti që për shembull për TVSH-n është diskutuar shumë, besoj që TVSH e shportës për mallat e shportës mund të ulet, nuk është e nevojshme të jetë në nivelin 20% si çdo produkt, mund të ulet, dhe në rast nëse kjo shoqërohet me ulje, kjo nuk do të impaktojë lehtësi fiskale që ndikon dhe mbron konsumatorin, ose tregtarët do përdorin të njëjtin mekanizëm si në periudhë Covidit dhe në periudhë lufte, që ndoshta nuk do të ndryshojnë çmimet, por do të ndryshojnë peshën. Ndryshimi i peshës përkthehet nga ana tjetër një kosto më lart për qytetarin. Pra mbajmë të njëjtin produkt, mbajmë të njëjtin çmim, por nëse sot është 950 ml, e çëm në 850 ml në të njëjtën formë që konsumatori nuk e ndjen, vetëm pastaj arrin të ndërgjegjësohet më vonë që në vetvete koston e ka paguar. E ka paguar. Mirë, ne na mbeti edhe aspekti ligjor, por ne do ta sjellim në vëmendje gjithë ndryshimin, le të themi, përqasjen me standardet e Bashkimit Evropian dhe në ato që ka nisur diskutimi në komisionet parlamentare sa i takon bazës ligjore për mbrojtjen e konsumatorit. Do të kemi një panel për këtë, kështu që unë falenderoj shumë, si gjithnjë kënaqësi biseda me ty. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish në studio për të folur për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi, garancinë sovrane, e cila do të nisë të aplikohet, ka nisur dhe do të vjoj edhe për gjatë vitit 2026, duke u ndalur edhe te grantet që do të ofrohen për të rinj që kanë ide në sektorin e bujqësisë. Grante nga 7.000 deri në 10.000 euro. Ka publicitet dhe rikthehemi sërish.